Tëmthi këtu siç e shikoni dhe ju ka disa formim të gurëve. Kur ne agjerojmë, lëngjet biliare të cilat prodhohen nga mëlçia, nga hepatocitet, derdhen dhe depozitohen në bil. Pra, mëlçia prodhon lëngjet biliare, ku brenda lëngjeve biliare janë kriprat biliare dhe bilirubina. Bilirubina formohet nga riciklimi i eritrociteve, lëngjet biliare janë derivate të molekulave të kolesterolit. Tani, nëse ato mblidhen këtu, mund të pësojnë një agregim ose një fortësim. Sepse duke qenë se këtu ka dhe gur, duke qenë se tëmthi nuk shkarkon, tëmthi shkarkojmë kur ne konsumojmë yndyrn. Tëmthi i derdh lëngjet biliare kur ne konsumojmë vaj udhiri, kur konsumojmë ushqime të shëndetshme me yndyrn të shëndetshme dhe me proteinë të shëndetshme. Dhe këtë mesazher fiziologjik lokal e bën një hormon që prodhohet nga zora holl, ku quhet kolecistokinina, dhe kolecistokinina lidhet me disa receptorë membranor ose disa receptorë në sipërfaqen e qelizës që të stimulohet pjesa e hapjes së sfinkterit të odit ose pjesa e duktusit komun të tëmthit. Pra nëse ne agjerojmë, mund të kemi një fortësim të këtyre gurzave, gurët bëhen më të fortë ose mund të thotë një staz dhe ne mund të kemi dhimbje gjatë agjerimit, sepse ç'a bëjnë, kolesteroli që është këtu agregohet me gurët e tjerë dhe mund të arrisë për masën dimensionin e tyre. Prandaj, njerëzit të cilët kanë gurë në tëmth, pa marrë miratimin, këshillen e dur nga profesionisti mjekësor që unë ndjek, mund ta kem pak më të vështirë pjesën e agjerimit. Por patjetër agjerimi ka shumë benefite. Vetëm se duhet themi dhe këshillat e duhura, këshillat parandaluese, të cilat ofrojnë një mirëqenie më të mirë. Tjetër, edhe personat me Hashimoto, ose personat me një tiroide të ngadalt. Personat me një tiroide të ngadalt mund të kenë dhimbje koke, mund të kenë ulje tensionit, mund të kenë her pas here spazmat letat e muskujt, mund të kenë her pas here dhe marrje mendsh, mund të kenë her pas here dhe ato që quhet ulje her pas here tensionit por vertigo, ose kur ngrihen në këmbë, mund t'i ulet shumë tensioni ose quhet ai momenti shumë i vogël i takikardisë posturale ortostatike. Pra njerëzit që kanë një Hashimoto ose një ulje të funksionit të tiroides, nga dalësim të proceseve fiziologjike të tiroides, agjerimin disa ditë mund ta kenë pak problematik, lodhje, debulesë, plogështi, sepse ata gjatë gjithë ditët pothuajse janë të lodhur. Metabolizmi është i ngadalt, fryrje barku, dhimbje koke, her pas here dhe migren. Prandaj, kjo kategori do pak kujdes, edhe do miratimin e një profesionisti mjekësor. Pastaj ka dhe kategori të tjera që duan kujdes edhe miratim, këshillim nga profesionist mjekësor, që ju këto çështje i dini edhe vetë. Por patjetër, këto janë këshilla për mirëqenie, këshilla për një informacion edukues edhe për të thënë se si duhet bërë në të vërtet. Por këshillën e dur, pjesën e vendimit e merrni ju dhe merr patjetër profesionisti mjekësor që u ndjek. Por kujdes duhet bëjnë njerëzit që kanë gurë në tëmth Hashimoto. Pra që mund të kenë her pas here dhimbje koke ose plogështi. Patjetër që agjerimi lidhet edhe me reduktimin e yndyrnave, redukton trigliceridet. Trigliceridet janë yndyrnat e këqija, ose ato të cilat bëjnë faktor kryesor për të formuar probleme kryesore ose për të formuar ato ngurtësimin e endëve të gjakut. Bëhen faktor kryesor për kalcifikimet në vazat karotide, për reduktim të ventilimit kardiopulmonar, për reduktim të ventilimit në regionin e sistemit cerebrovaskular, të venave, të sinuse duraleve, të sinuseve të durës e të tjerë. Agjerimi nga ana tjetër shton edhe aftësinë e janë disa hormone ose disa peptide cilat çlirohen nga neuronet enterike, nga qelizat neuroendokrine, këto quhen takikininat, këto quhen galaninat, obestatinat, apelinat. Apelina është një hormon shumë i rëndësishëm. Apelinat zakonisht rregullojnë nivelet e sheqerit në gjak. Ose katestatinat, apeninat që i tham, obestatinat, peptidi intestinotrofik. Peptidi intestinotrofik rigjeneron mukozën e zorës trash. Tek një person që mund të ketë ngarkesa ose papastërti në zorën e trash, agjerimi është metodë shumë e rëndësishme, sepse ndihmon dhe pastrimin ose rigjenerimin e mukozës së zorës së trash. Shtohen defensinat. Defensinat përsëri janë disa hormone
më thënë të cilat prodhojnë nga zora e trash. Këtu kemi dhe kseninat, që kseninat përsëri aktivizojnë neuronet vagale aferente. Kseninat, obestatinat, janë disa të tjera të cilat quhen kispeptina, janë edhe disa hormone të tjera të cilat quhen galaninat. Këtu është fotoja që tregonte, është një radiografi abdominale që tregon edhe pozicionimin e gurëve në tëmth. Që njerëzit që kanë gurë në tëmth duhet të bëjnë kujdes dhe është e mira që agjerimi të niset me këshillën e një profesionisti mjekësor që ata i ndjek, sepse derdhja e gurëve në tëmth në rrugët biliare mund të rrezikojë dhe pankreasin, prandaj duhet të bëni kujdes në këtë aspekt. Besoj se agjerimi e morëm vesh dhe kuptuam sadopak që kur ne ngelemi pa ushqim, trupi ç'a bën? Nuk ka më depo të sheqerit, 48 orë, 72 orë, i redukton këto, atëherë trurit i duhet sheqer. Truri nuk do marrë sheqer vetëm nga glukoza, por mëlçia formon trupat ketonik. Këto acidet yndyrore që janë depozituar në indin dhjamor ose në indin adipoz, çfarë bëjnë? Konvertojnë në acetilkoenzimën A. Acetilkoenzima konvertohet në acetoacetilkoenzimën A me anë të acetilkoenzima liazës. Acetoacetilkoenzima konvertohet në hidroksimetilglutaril me anë të hidroksimetilglutarilkoenzima sintetazës. Dhe më pas formohet një lëndë e cila quhet acetoacetiku. Acetoacetiku është një keton, një trup ketonik. Acetoacetiku, acetonët, hidroksibet ose beta-hidroksibutiratët, këto janë trupa ketonik, që këto nuk i përdor mëlçia, sepse mëlçia nuk ka një enzim e cila quhet sukcinilkoenzima transferaza. Dhe nëse ajo nuk e ka këtë, atëherë nuk ka se si i përdor këto trupat ketonik. Sukcinilkoenzima ketoacid transferaza nuk ndodhet tek mëlçia. Sukcinilkoenzima ketoacid transferaza ndodhet tek truri, tek muskuj, tek zemra, dhe duke qenë se këto marrin karburantin që i duhet indeve, që i duhet qelizës. Dhe sukcinilkoenzima ketoacid transferaza i kap këto trupat ketonik dhe i fut për që këto të prodhojnë ATP-n ose adenozin trifosfatin. Pra trupat ketonik edhe dieta ketogjenike në thelb këtë gjë ka, që personi konsumon ushqime të yndyrshme, redukton karbohidratet masivisht, edhe ç'a bën trupi dhe qelizat mësohen me ketogenez, pra formim të trupave ketonik.